ju përmendët që keni qenë përfshirë në bisedat e paqes në Dayton. A keni punuar me ambasadorin Holbrooke në atë kohë? Përgjigje po. Çdo ditë. Pyetje. A ka qenë Kosova një prej bisedave, një tema e diskutuara në bisedat e Daytonit? Përgjigje, bisedat e Daytonit kanë qenë përqendruara në përfundimin e luftës në Bosnjë. Megjithatë, çështja e Kosovës ka dalë në disa rrethana kur kishte qytetarë shtetas amerikan me prejardhje e Kosovës, të cilët dëshironin që ne të trajtonim edhe çështjen e Kosovës. Megjithatë, vëmendja kryesore ka qenë atë kohë në krizën në krizën në Bosnjë, se për këtë kanë të bëj marrëveshja e Daytonit. Gjithsesi ne diskutohemi lidhur me Kosovën, për shembull më kujtohet që kam pasur biseda të drejtë për drejta me presidentin Milošević në kontekstin e marrëveshjes së paqes së Daytonit, sepse dinim që Kosova do ishte çështja tjetër e radhës. Pyetje, ju sapo thash që ju takuar me presidentin Milošević në atë kohë, domethënë në bisedat e Daytonit dhe më parë. A keni pasur mundësi që të takoheshit me persona ose zyrtarë të tjerë me rëndësi ose me peshë në Ballkan? Përgjigje, keni fjalën këtu për Kosovën? Pyetje, kam fjalën për Kosovën, Bosnjën, Kroacinë, Serbinë? Përgjigje, gjatë marrëveshjes së paqes së Daytonit, sigurisht domethënë kemi pasur biseda me presidentin e Kroacisë, me presidentin e Serbisë, me zyrtarë të lartë, përfshirë këtu edhe presidentin e Bosnjës. Kështu që këta janë disa personave të cilët kanë folur për ditë. Ndërkohë aty nuk ishte përfaqësues nga Kosova, po as nga Shqipëria. Përpara se sa të fillonim me bisedat e paqes në Dayton, unë kam shkuar dhe kam vizituar Maqedoninë në kuadrin e trajtimit të disa prej çështjeve që kishte ose disa prej problemeve që kishte Maqedonia së kohë. Nuk kam pasur rast që të përfshihem me liderët ose me udhëheqësit e Kosovës. Megjithatë, do them që duke u thyer përsëri 1998-s, mund të them tani që kam pasur mundësi që të takohem me zotin Rugova në rezidencën e ambasadorit amerikan. Pra, kjo ka qenë biseda ose takimi im i parë që kam pasur me Ibrahim Rugova, jam takuar në shtëpinë e ambasadorit amerikan. Jam takuar më pas me të në vitin 1998, në maj të 98-s për qenë më konkret. Pyetja. Të përfundojmë me formimin tuaj. Ju përmendët që u caktuat me detyrë në Poloni në vitin 2000. Pas detyrës tuaj në Poloni në vitin 2000, a mund ta thoni se çfarë detyrash tjera keni kryer në karrierën tuaj? Përgjigje. Pas Polonisë, pra jam larguar nga Polonia në vitin 2004. Dhe në atë kohë më pas kam shkuar në Kore si ambasador i Shtetit Bashkuar në Kore. Aty kisha qenë edhe më përpara, sikur sa e përmenda në fillim fare të prezantimit tim, do të thënë kisha shërbyer në Kore në vitin 1985 deri në 1988 dhe mbas Varshavës, mbas Polonisë, shkova në Kore në vitin 2004. Më pas, shkretare e shtetit, Condoleezza Rice, më kërkoi që të përfundoja detyrën time në Kore dhe të bëhesha zëvendës sekretari i shtetit për Azinë, që ishte kjo një detyrë që filloi në pranverën e vitit 2005. Ajo më kërkoi që të merrja përsipër detyrën e drejtimit të delegacionit amerikan në bisedat me koreanët e veriut, detyrë të cilën unë kreva për 4 vite, nga viti 2005 deri në vitin 2009. Në vitin 2009, administrata e presidentit Obama, që erdhi në detyrë, më kërkoi që të shkoja në Bagdad dhe të bëhesha ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Irak, gjë cilën unë e pranova dhe si rezultat shkova dhe shërbeva si ambasador atje në vitin 2009. Unë u pensionova nga shërbimi i huaj i Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 dhe u ktheva në akademi, në botën akademike. Dhe më pas u ktheva përsëri në shërbimin e huaj të Shteteve të Bashkuara në vitin 2022 si ambasador i Shtetit Bashkuar në Serbi. E kam mbajtur këtë post deri
në këtë vit, domethënë deri në janar të këtij viti, pra deri në janar të vitit 2025. Pyetje, faleminderit. Në përvojat tuaja si diplomat karriere, a jeni takuar në mënyrë të rregullt me drejtuesit e shteteve? Përgjigje po. Pyetje, a jeni takuar gjithashtu me ministrat e qeverisë? Përgjigje po, gjatë gjithë kohës. Pyetje, a jeni takuar me zyrtarë ushtarak? Përgjigje po. Pyetje, a jeni takuar me zyrtarë të shërbimit inteligjent të huaj? Përgjigje po. Pyetje, po me aktor jo shtetëror? A jeni takuar? Përgjigje, nëse keni fjalën nëse jam takuar me njerëz të biznesit ose njerëz të tjerë të kësaj natyre, të qeverive të huaja? Përgjigje është po. Pyetje, si diplomat, a ishte puna juaj kryesore që të vlerësonit dhe të dini se çfarë rolesh dhe çfarë autoritetesh kishin persona të caktuar me cilët juve ndërvepronit ose ishit në biseda dhe në kontakte të vazhdueshme? Përgjigje, gjatë gjithë kohës. Ky është detyra ime kryesore, që të kuptoja situata, që të dëgjoja me vëmendje, të kuptoja marrëdhëniet e fuqive, dhe gjithashtu që të kuptoja atë çfarë ndodhte brenda qeverive përkatëse dhe jashtë qeverive, dhe të mundoja që të ndihmoja që të formuloheshin politikat e Shtetit të Bashkuara mbështetur në këtë njohuri që unë grumbulloja. Pyetje, ju na thatë që keni shërbyer edhe në botën akademike. Mund të na thoni se me çfarë lidhet kjo pjesë e përvojës tuaj? Përgjigje, në botën akademike unë u bëra dekan i shkollës ndërkombëtare të Universitetit të Denverit. Kam punuar atje për 8 vite dhe më pas kësaj periudhe u bëra këshilltar për kancelarin e Universitetit të Denverit. Më pas, sikurse kam thënë dhe më herët, shkova dhe kam dhënë mësim në Universitetin e Kolumbisë për një semestër dhe pas kësaj periudhe u ktheva përsëri në shërbimin e huaj të Shtetit të Bashkuara dhe shkova si ambasador në Serbi. A keni post akademike sot? A ushtroni ndonjë detyrë akademike sot? Përgjigje po, jam profesor në shkollën Fletcher, që është shkollë e drejtës ndërkombëtare. Pyetje, faleminderit. Nuk e di nëse mund të shtoj diçka tjetër, dua të them që shkolla Fletcher për diplomacinë ndërkombëtare është një shkollë e dedikuar për diplomacinë ndërkombëtare dhe të drejtën ndërkombëtare. Pyetje, faleminderit. Lidhur me angazhimin tuaj për çështjen e Kosovës për herë të parë. A mund ta thoni se kur jeni përfshirë për herë të parë, kur i ka përfshirë qeveria e Shtetit të Bashkuar për herë të parë, për të përpjekur për të zgjedhur tensionin në Kosovë? Përgjigje, së pari jam përfshirë nga qeveria e Shtetit të Bashkuar në maj të vitit 1998. Pyetje, kush e kërkoi që të përfshiheshet me çështjen e Kosovës? Përgjigje, mora një telefonat nga sekretari i shtetit e asaj kohe, që ishte sekretari e shtetit e asaj kohe, në fakt, Madeleine Albright, që më kërkoi që përveç detyrave të mia si ambasador i Shtetit të Bashkuar në Maqedoni, të merrem përsipër gjithashtu edhe postin e të dërguarit posaçëm në Kosovë. Pyetje, si i dërguari posaçëm në Kosovë, kujt i raportonet ju? Përgjigje, unë në këtë rol timin i raportoja sekretares së shtetit Madeleine Albright. Megjithatë, më duhet të shtoj se në këtë kohë Holbrooke ishte shumë interesuar për çështjen e Kosovës dhe më këshillonte vazhdimisht për çështje që kishin të bënin me Kosovën dhe isha informuar pra lidhur me zhvillimet atje. Pyetje, a e kishte kuptuar ju që sekretaria Albright mbështetur në vlerësimet tuaja si i dërguari posaçëm? Përgjigje po, ajo mbështetur në shumë prej vlerësimeve të mia, megjithatë bazohej edhe tek informacionet e tona nga personat e tjerë në teren. Pyetje, cili ishte mandati juaj si i dërguari posaçëm për Kosovën? Përgjigje, në fillim fare, unë e kuptova rolin tim që ne duhet të ofronim një lloj mbështetje ose zgjidhje politike dhe duhet që të ndihmonim për të sprapeshin forcat atje nga dhuna në rritje e mundur. Atë që në fillim fare, unë jam përpjekur që me kolegët dhe me departamentin e shtetit të mund të ndërtonim një plan autonomia në mënyrë të tillë që të rikthejë autonomia e Kosovës dhe
në mënyrë të tillë që Kosova të kishte vetë qeverisjen e vet. Domethënë kjo ishte ideja kryesore, pista kryesore që ne ndiqim me Kosovën dhe me Serbinë. Pyetje, pse ishte e rëndësishme që të përpiqesh të arrinit një zgjidhje politike? Përgjigja është, mendoj se është gjithmonë e preferueshme që të zgjedhet një zgjidhje politike në rënd të qasjeve të tjera, por në këtë rast është veçanërisht e rëndësishme sepse partnerët tanë evropian dhe aleatët, një pjesë e tyre, ishin të shqetësuar për shpërthim të mundshëm të dhunës përsëri në kontinent dhe donin para shumë këmbgulin që të arrijë një zgjidhje politike. Pra për këtë arsye kemi punuar ngushtë me evropianët që kemi patur deri në marrëveshjen e Daytonit, për marrëveshjen e paqes. Pyetje që punës tuaj me aleatët evropian ka qenë diçka që quaj si grupi i kontaktit apo jo, nëse mund të na sqaroni. Përgjigje, po përpiqem të pres 5 sekonda për apo nuk po arri. Atëherë, grupi i kontaktit ishte një mekanizëm koordinues ku përfshiheshin interesat e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara dhe të evropianëve. Pra, nuk përfshinte të gjitha shtetet evropiane që kishin interes të veçantë, përfshinte Gjermaninë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar dhe më vonë filloi të përfshinte edhe Italinë, sepse Italia kishte interes të madh në Ballkan. Që gjeografikisht janë afër Italisë për ato vendet Ballkanit. Pra përfshinte edhe përfaqësues nga Rusia, natyrisht Shtetet e Bashkuara. Grupi i kontaktit ishte në nivele të ndryshme, kishte niveli im si negociator, por kishte edhe ministrët e cilët mblidheshin si pjesë e grupit kontaktit dhe diskutonin lëvizjet e mëtejshme për Kosovën. Pyetje për sa i përket përgatitjes tuaj për punën tuaj si dërguar i posaçëm. Në punën tuaj të përditshme përfshiheshin edhe leximi i raporteve të shtypit mbi rajonin, pra, lidhur me rajonin. Përgjigje po. Puna ime përditshme përfshinte leximin e raporteve të shtypit, si dhe koordinimin me palë të tjera të interesuara, ku përfshiheshin natyrisht disa shtete europiane përtej grupit e kontaktit. Pyetja, keni lexuar kablogram të diplomatik të Shteteve të Bashkuara? Përgjigje po. Kam lexuar prej tyre, disa i kam shkruar vetë. Pyetje, a ju kujtohet nga cilat pozita janë shkruar këto kablogram? Përgjigje, janë shkruar nga cilat vende, pra, cilat ambasada apo misione diplomatike. Përgjigje, janë shkruar nga disa vende evropiane, sepse ambasadorët atje kishin diskutuar këtë dhe çështja e Kosovës ishte paraqitur, pra si e pranishme dhe ambasada në vendin e caktuar nuk bëhet fjalë pra në Evropë mund të dërgonte një kablogram lidhur me këtë çështje. Pra ka patur kablogram në numër të madh, për të thënë këtë në mënyrë diplomatike që disa ishin më të dobishëm me interese sa të tjerë. Pyetje, a e keni lexuar raportet e shërbimeve të zbulimit në mënyrë të rregull? Përgjigje, si pjesë e detyrave të mia, po. Për pyetje, ishin raportet të papërpunuara apo ishin të rishikuara? Përgjigje, do thojë të dyja. Pyetje, a keni marrë informacion nga stafi briefing, nga stafi ambasadës? Përgjigje po. Pyetje, dhe përfshinte kjo dhe ambasadën në Beograd? Përgjigje po, përfshinte ambasadën në Beograd. Por në kohën kur isha unë atje personi në terren, isha vetë unë dhe pastaj natyrisht kemi krijuar një organizatë monitorimi. Pyetje, a keni marrë informacion nga pjesë të tjera të Departamentit të Shtetit dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Përgjigje, po. Kosova ishte çështje parësore dhe nëse për shembull
parlamentari ka pritur në vizitë një ministër të punët jashtme nga një vend evropian, shanset ishin të mëdha që një prej pikave që do diskutoheshin ishte Kosova. Pra, dikush nga stafi i sekretarit më komunikon të faktin që ajo kishte diskutuar dhe çështjen e Kosovës. Sekretario natyrisht është gjithmonë i përgatitur për të diskutuar disa tema paraprakisht, disa prej këtyre temave përfshinin marrëdhëniet në përgjithësi mes Shtetit Bashkuara dhe vendeve evropiane, për shembull, por në ato ditë Kosova duke që ishte një prej çështjeve, ka qenë një prej çështjeve për të diskutuar, dhe të paktën sa i takon Kosovës, njerëzit e dinin se sekretari kishte thënë atë që kishte thënë apo që kishte dëgjuar nga diplomatët e huaj. Pyetje, si pjesë e mandatit tuaj për gjetur një zgjidhje politike, jeni përpjekur të identifikoni pikat e kontaktit dhe autoritetit në të dy anët, pra anën serbe dhe palën serbe dhe palën e Kosovës? Përgjigje, po, e kam bërë. Ishte shumë e rëndësishme që të bisedonim me palët ndryshme, të cilat do ishin ose pjesë e zgjidhjes apo pjesë e problemit pastaj. Dhe po, kam kaluar shumë kohë në përpjekje për të marrë, për të komunikuar me njerëzit qoftë nga ana pala serbe nga pala e Kosovës. Pyetje, nga pala serbe me kë keni punuar? Përgjigje, nga pala serbe kam punuar kryesisht me presidentin Milošević dhe ekipin e tij, ku përfshiheshin ish ministri punëve të jashtme dhe në një pikë të caktuar kryeministër zoti Milutinović. Por nga pala serbe ishte shumë e kufizuar dhe ishte kryesisht Milošević. Po pyetën në palën shqiptare të Kosovës, a gjetet ndonjë që mund të fliste me autoritet në emër të shqiptarëve të Kosovës? Përgjigje, kjo në atë kohë ka qenë një sfidë e madhe. Në disa momente, pra ishte ndërmarrje e vështirë që të gjendeshin njerëz që mund të flisnin me autoritet, se cilët dikush kishte një mendim lidhur me këtë, nuk ishte probleme që gjendej dikush që kishte një mendim, problemi ishte që gjendej dikush që kishte autoritet. Një prej personave ishte natyrisht kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK-ja, që ishte Ibrahim Rugova, ishte patur pra këtë pozitë udhëheqëse në Kosovë, edhe pse ishte një pozitë udhëheqëse jo formale, po kishte mbajtur këtë pozitë për një dekadë. Siç u përmenda, u takova me të për herë parë në vitin 1999 në rezidencën e ambasadorit Zimmerman, dhe ai ishte një udhëheqës në Kosovë i mirë vendosur dhe i mirë pranuar, por përkundër Serbisë, presidenti Rugova nuk ishte personi vetëm me të cilin mund të bisedohej në Kosovë, sepse nuk përfaqësonte të gjitha pikpamjet. Pyetja, mund të përshkruani dallimin e vitit 1998 midis angazhimit tuaj me palën serbe dhe me atë kosovare, sa i takon organizimit, strukturës, vijës, autoritetit dhe vendimmarrjes? Përgjigje që të sigurohem që kam kuptuar pyetjen siç duhet, doni të dini për vijën e autoritetit në procesin e vendimmarrjes në Serbi dhe të njëjtën gjë në Kosovë, pra, apo në mesin e në mesin e shqiptarëve të Kosovës. Pyetje, po, cilat ishin dallimet, pra nëse ka patur përgjigje. Tani në Serbi, dhe nuk duhet që të tregohem jashtë me këtë, po ishte vetëm një person me cilin e komunikonim. Mund të merrnim shumë informacione dhe shumë qartësi nga bisedat në një bisedë me presidentin Milošević. Kjo situatë nuk e reflektoi, kjo nuk pasqyroi në Kosovë. Në Kosovë kishte diskutime, këto ishin diskutime që kam bërë me presidentin Rugova, por nuk ishin të mjaftueshme që të merr që kishte për të kuptuar në mënyrë të gjerë pozitën e Kosovës. As presidenti, më thrasa të presidenti, që e presidenti sepse Rugova kishte titullin si kryesuesi i LDK-s, kryetari i LDK-s, pra
por edhe sikur të flisja me të nuk mund të prisë që diçka të zbatohej, pra duhet të shkoni më tej se kaq. Pyetje, ju përmendët ambasadorin Holbrooke që kishte një interes në këtë çështje. A mund të na thoni na tregoni rolin e ambasadorit Holbrooke në këtë periudhë? Përgjigje, mendoj që është drejt të themi se ambasadori Holbrooke ka dhënë një kontribut historik për paqen dhe sigurinë në Ballkan në Dayton, që kisha dhënë këtë kontribut dhe ndjenjë i frustruar se Daytoni, se vazhdojnë të ishin problemet pranishme në Ballkan edhe pas Daytonit, dhe kjo sepse ishin përqendruar në Bosnjë, në Dayton, pra gjatë bisedimeve në Dayton, që ishte qëllimi i kësaj konference. Ai mendonte që duhej të angazhohej në një mënyrë apo në tjetër për të ndihmuar Kosovën që të gjinte një zgjidhje. Dhe më dha shumë këshilla lidhur me ato që duhet bëja në Kosovë. Disa prej tyre i kërkova, disa prej tyre nuk i kërkova, dhe ai më dha ai dha gjithashtu këshilloj edhe sekretaren Albright dhe mendoj që e njëjta vlen edhe për ato. Disa prej këshilleve që vinin nga ai kishte kërkuar ajo, disa prej tyre jo. Ambasadori Holbrooke ishte jashtëzakonisht aktiv, personazh shumë i angazhuar, kishte mendime të shumta dhe shumë prej tyre ishin mendime të vlefshme, pra në përgjithësi njerëzit u kushtojnë vëmendje atyre që kishte për të thënë ai. Pyetja erdhi ndonjë moment kur Shtetet e Bashkuara inkurajuan zotin Rugova që taktohej me zotin Milošević, dhe nëse po pse? Përgjigje, po. Kjo ishte hera parë kur ambasadori Holbrooke shkoi në Prishtinë, shkova me të, edhe unë, dhe ne ulëm me presidentin Rugova, dhe edhe pse nuk e kishim diskutuar këtë paraprakisht, ambasadori Holbrooke mendoi që do të ishte ide e mirë nëse Rugova do të takohej me zotin Milošević në Beograd, sepse shpresonte që kjo takim mund dhe do të zgjidhte shumë probleme. Unë do të them që isha shumë më skeptik. Pyetje, ju kujtohet kur unë ndodhi takimi me zotin Rugova dhe zotin Milošević dhe ku? Përgjigje, kjo ndodhi në Beograd, në presidencë në Beograd, në fund të majit apo fillim të qershorit. Është pyetje empirike dhe duhet të jem në gjendje të duhet të shënjë të jap datën e saktë për këtë pyetje, pra në maj apo qershor 1998, përgjigje 1998. Po, kjo ka qenë një herë pasi kam filluar unë në punën time si e i dërguar i posaçëm në Kosovë. Pyetja, ju kujtohet nëse takimi i zotit Rugova me zotin Milošević pati ndonjë impakt apo ndikim në qëndrimin që kishte Kosova lidhur me shoqërinë, reputacionin apo imazhin që kishte zoti Rugova në sytë e shoqërisë shqiptare të Kosovës. Përgjigje, mendoj që është drejt të themi që kjo ishte çështja e analize dhe mendimi për të cilën unë mund të flas. Mendoj se kjo e dëmtoi zotin Rugova sepse nuk mendoj që kishte mendim të fuqishëm në Kosovë sa i takon takimit me Milošević. Fakti që takimi me Miloševićin mund të ndihmonte, pra njerëzit nuk mendonin një gjë të tillë, dhe unë kisha rezerva lidhur me faktin që kjo mund ta ndihmonte ata, dhe mend vazhdoi të kem ato rezerva nëse kjo e ndihmoi atë apo jo. Dhe ishte shumë i shqetësuar për faktin që pyetën që ishte ide e mirë kjo apo jo, por nuk donte të gjendej në situatën dhe në takimin e parë me ambasadorin Holbrooke, nuk donte të gjendej në situatën ku refuzonte një sugjerim të tillë që vinte nga Holbrooke. Pyetje, pati kundërshtim ndaj zotit Rugova në Prishtinë, ndaj zotit Rugova, kundërshtime. Përgjigje, mendoj që është drejt të themi se zoti Rugova ishte udhëheqësi jo formal i gjithë Kosovës, dhe mendoj që kundërshtimi ndaj tij po rritej, po shtoi, sepse kishte një lloj përshtypje ndjenje që ai nuk po arrinte progres, nuk po përparonte. Për pyetje, a e dini kush mund të ketë qenë udhëheqësit e kundërshtimit apo opozitës?
për kundërshtimit ndaj tij brenda në Prishtinë, përgjigje nuk jam në gjendje t'u them këtë gjë, por mund t'ju them që njerëzit me cilët jemi takuar shpesh ishin shumë të frustruar me zotin Rugova dhe me strukturat e LDK-s. Disa prej këtyre personave ishin me neve në konferencën në Rambuje në vitin në vijim. Pra, zoti Rugova mendoj po kalonte një moment të vështirë për të justifikuar apo për të legjitimuar udhëheqjen e tij dhe ndjenja e arritjes se diçka në raport me Serbinë, dhe dua të theksoj kontekstin e kësaj, ishte sepse Bosnia po ecte kishte një mënyrë, një rrugëdalje pra një zgjidhje për të ecur përpara falë marrëveshjes së Daytonit, ndërsa Kosova ishte akoma e bllokuar. Pyetja, palet mundësi të diskutojnë me intelektualët, siç janë Viktor Surroj dhe Recep Çosja? Përgjigje po. Dhe është drejt të themi që kishte shumë skepticizëm lidhur me aftësinë e tij për të arritur diçka apo për të bërë përparim në lidhur me këtë pikë. Çështja më e hershme për Kosovën ishte që të përpiqeshim të krijohej një republikë e ndarë. Serbët nuk pajtoheshin me këtë sepse ata konsideronin një republikë të ndarë si një agjendë secesioniste, siç ishin republikat e tjera në pjesën perëndimore të Jugosllavisë, të cilat kishin deklaruar pavarësinë e tyre. Pyetje, përveç këtyre çështjeve për cilat ju dha dëshmi sa i takon kritikës dhe aftësisë së tij për të udhëhequr Kosovën, a kishte ndonjë çështje tjetër që shkaktoi këtë kritikë ndaj Rugovës dhe LDK-s? Përgjigje, LDK-ja ishte entitet politik shumë i mirë organizuar, ishte i financuar, kishte një sistem shkollor paralel dhe ilegal, organizate edukimi, shkollimi në mënyrë që fëmijët të cilët që fëmijët të mos shkojnë në shkollat serbe, por të shkojnë në një shkollë paralele, sistem paralel shqip. Për këtë duheshin financime dhe ai ka mbledhur financime në vendet e Evropës, në Evropën perëndimore, ku vinin kryesisht pra këto financime nga komuniteti shqiptar, etnik shqiptar, dhe mendoj që është drejt të themi që kishte shumë kritikë lidhur me përdorimin dhe mënyrën se si përdoreshin këto fonde. Pyetje, të kalojmë tek kontakti i parë që keni patur me UÇK-n, a e dini nëse dikush apo ndokush që vepronte në emër të Shteteve të Bashkuara bëri kontaktin e parë me UÇK-n? Kur pra ndodhi kjo që dikush, një përfaqësues i Shteteve të Bashkuara, pati kontaktin e parë me UÇK-n? Përgjigje, kjo është pyetje e thjeshtë për të përgjigjur, do duhet të ishte kështu, por nuk është në fakt pyetje e thjeshtë. Problemi i madh natyrisht është se UÇK-ja me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pa mundësia për të gjetur një lider, një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që mund të flisnin me autoritet. Pra Robert Gelbard, i cili kishte mbajtur pozitën që kisha mbajtur unë deri në momentin që ai ishte kërkuar të përqendrohej tërësisht në Bosnjë, që pra bëhet fjalë për majtën 98-s, ai kishte patur disa takime me shqiptarët e Kosovës në Zvicër dhe kishte dëgjuar se ata ishin përgjegjës të UÇK-s. Nuk mendoj se kjo është e vërtetë dhe nuk ka patur asnjë provë që mund të sugjerojë që ata ishin në fakt të tillë, pra si udhëheqës të UÇK-s. Dhe nuk më kujtohet kush ishin ata, kërkoj ndjes, por e di që janë bërë përpjekje nga ai ka bërë përpjekje dhe të tjerë kanë bërë përpjekje për të gjetur se kush ishte për të zbuluar kuptuar se kush po hiqte UÇK-n. Kjo ishte e qartë nga ato biseda se njerëzit me cilët kishte biseduar ishin njerëz që kishin simpati të madhe ndaj qëllimeve të UÇK-s. Pra që kërku ishte një lëvizje më shpejt dhe për shpejtuar drejt pavarësisë, por nuk ishte qartë fare se ata kishin ndonjë gjë për thënë lidhur me to më shumë se sa dikush tjetër. Pyetje, ju përmendët ambasadorin Gelbard, në një moment të caktuar ambasadori Gelbard e ju referua UÇK si të organizatë terroriste? Përgjigje po. Dhe kjo ishte pjesë një disa ngjarjeve në vijimësi që sollën çështjen e Kosovës në një nivel krize. Pra, ambasadori Gelbard, si shumë zyrtar të shërbimeve të jashtme të tjerë, mbështeti shumë në përvojat të kaluarës. Përvojat e tij të kaluarës kishin qenë në Amerikën Latine, ku ai ishte marrur
kishte trajtuar problemet e tregtisë së narkotikëve dhe çështjet e tjera që përfshinin krimin organizuar. Në një moment të caktuar bëri një deklaratë të tillë dhe tha se ishte marrur kishte trajtuar pra çështjet e tilla me organizata të ndryshme kriminale dhe përdori termin terrorist dhe që ai e konsideronte pra UÇK-n si terrorist. Kjo ishte në shtyp, ishte koment që ai bëri për shtypin dhe kjo ndodhi me një herë, pak kohë më pas një incidenti të cilën forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe për pasojë të gjithë u vranë aty. Kjo ishte një shpërthim i madh i veprimeve armiqësore, pra. Pati shumë kritikan se lidhur me deklaratën e zotit Gelbard, pra se UÇK-ja ishin terroristë dhe se kjo kishte një farë mënyrë për shpejtuar këtë ngjarje të veçantë, zhvillimin e kësaj ngjarje, pra nga të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe. Dhe në një farë mënyrë ndjej se zoti Gelbard, pra Gelbard kishte sikur se kishte dhënë dritë një shile që kjo të ndodhte. Besoj që duhet të thotë që nuk ka prova për një gjë të tillë, por kjo është sigurisht ajo që është diskutuar, pra se nëse i dërguari amerikan e quan UÇK-n terrorist, kjo në një farë mënyrë jep sinjal serbëve që të bëjnë lëvizje kundër tyre. Gelbard pastaj mori qëndrimin shumë të ashpër ndaj serbëve, pasi bën këtë gjë dhe u përfshi në këtë sulm kundër këtyre njerëzve dhe kjo përfshiu edhe bisedë shumë të ashpër që zoti Gelbard pati me Miloševićin, me pasojën që Miloševići tha se ai nuk donte, dhe kjo pati për pasojë, pra që Milošević deklaroi që nuk donte të takohej më me zotin Gelbard. Pra gjithë çështja në maj filloi me fjalimin apo komentet e zotit Gelbard lidhur me njohurinë që kishte ai të mëparshme nga përvojtat e të mëparshme për kriminalët dhe terroristët në Amerikën Latine. Dhe kjo çoi kulminoi pra në këtë sulm mbi familjen Jashari. Pastaj më vonë Gelbard e korrigjoi këtë qëndrim dhe Miloševići refuzoi që të takohej më me zotin Gelbard dhe pra u deshte të ndodhte diçka e tillë e rëndë. Kjo ishte diçka e rëndë që çoi në diçka edhe më të rëndë që shkaktoi vdekje. Si pyetje në kontekst, Shtetet e Bashkuara kanë ndonjë proces formal për të emërtuar organizatat e huaja terroriste? Përgjigje, Shtetet e Bashkuara kanë një proces formal për emërtimin e një organizate të huaj terroriste dhe me sa më kujtohet, kjo nuk është bërë asnjëherë në asnjë moment lidhur me UÇK-n. Pyetje, faleminderit. Kur keni patur kontaktin e parë me UÇK-n? Përgjigje që ishte për mua është në verë të 98-s, ndërsa punoja me stafin tim dhe të tjerë, çështja ishte që të gjenim një zyrtar të UÇK-s apo një grup zyrtarësh me të cilët mund të flisnim lidhur me UÇK-n. Duhet të shtoj që kam punuar për një farë kohe në këtë drejtim pa patur sukses. Dhe ne arritëm në përfundimin për atë që nuk ekzistonte një udhëheqje e tillë. Pra që këtu bëjnë fjalë më shumë për një grup njerëzish në nivel vendor, që ishte, mendoj, një përshkrim shumë më i saktë i asaj me të cilën po merrenishim ne. Në një moment të caktuar, kam shkuar në Tiranë dhe kam takuar dikë që na ishte përshkruar neve si udhëheqësi i UÇK-s, kreu i UÇK-s. Përfundimi im dhe përfundimi i kolegëve të mi ishte se, po, natyrisht ai vepron brenda kësaj lëvizje, por jo, nuk mund të flas në emër të UÇK-s. Pastaj vazhduam të punojmë pra në përpjekje për të gjetur njerëz me të cilët mund të flisnin si përgjegjës për këtë, dhe në një moment po shkonin në qytetin e Likovcit, duhet të verifikoj këtë saktësisht. Por gjitha kjo ka ndodhur në
verë dhe vjesht të 98-ës. Pra përpjekjet tona për të gjetur një bashkëbisedues. Pyetjet që të kalojm hap pas hapi. Kontakti i parë që ju përmendet ishte në Tiranë. A ju kujtohet emri i individit që u takuat me të? Përgjigje, po më dha ju emrin, ndoshta do të më kujtohet. A keni një emër? Pyetje, do t'ju a lexoj. Deklaratën pra shënimin përgatitor. Përgjigje, në rregull. Pyetje, shënim përgatitor që kemi bërë bashkë, përgjigje, okay, në rregull, kërkoj ndjesë. Pyetje është paragrafi 7 dhe ndoshta ju refreskon kujtesën. Pra ambasadori Hill konfirmoi se informacioni i dhënë në këtë intervistë është i saktë dhe se kontakti i tij i parë me UÇK-n ka qenë në Tiranë në qershor të 98-ës me Xhavit Halitin. Përgjigje saktë. Me emër me pseudonim Zeka. Përgjigje saktë. Tani pyetje, erdhi ndonjë moment, ndodhi një moment që ju diskutuat me njerëzit e UÇK-s, qoftë në Kosovë apo me njerëzit e UÇK-s në Zvicër, nëse kishin autoritet për të folur në emër të saj. Pra, përgjigje, nuk më kujtohet të kem bërë bisedime apo diskutime me UÇK në Kosovë lidhur me grupin në Zvicër. Nuk më kujtohet të kem bërë diskutime nuk më kujtohet pra të kem patur diskutime me shqiptarë të ndryshëm në Kosovë dhe përfundimi ishte jo, këta njerëz në Zvicër nuk janë në përgjegjës të UÇK-s. Pyetje, dhe ju keni dëshmuar lidhur me një takim me UÇK në Likovsk, por përpara kësaj, a ka ndodhur në një moment të caktuar që ambasadori Holbrooke është takuar me dikën nga UÇK-ja? Përgjigje, po. Edhe pse domethënia e saj është egzageruar në atë kohë, ne kemi dalur dhe kemi shkuar në një zonë që ishte sulmuar nga serbët. Dhe miqtanë kosovar donin që ne të shihnim këtë vend dhe të bisedonim me njerëzit aty. Ishte fshat ku mund shkonim duke përdorur rrugën kryesore, emri i fshatit ishte unik. Dhe ndërkohë që po flisnim me bujqit e ndryshëm dhe të cilët tregonin përvojat e tyre të vështira aty, përballeshin me forcat e sigurisë serbe, një person hyri aty me një mjekëll të madhe dhe uniform kamuflazh. Holbrooke më tha mua dhe të tjerëve se ai dukej si Che Guevara. Dhe është drejt të themi që atij personi i pëlqen të shnin media, ne ishim gjithë të ulur në tokë, ndryshe me, po pinim çaj dhe po bisedonim me këta bujq shqiptarë. Dhe ky person hyri brenda dhe s'kishte vend midis me vendit ku ishte Holbrooke dhe me, pa e gjeti një farë vendi u ul aty afër Holbrooke, gati në gjunjtë e tij, në prehërt e tij. Dhe u bën një fotografi aty, se cila pastaj u shpërndat gjithandej dhe duke sikur Holbrooke kishte patur kontakt me UÇK-n. Më vonë pastaj ne kuptuam se ai ishte një pjesëtar i UÇK-s i vetë shpallur, por që nuk ishte udhëheq si saj në asnjë formë, asnjë mënyrë.